Punoj 8 deri në 10 hektar tokë. Herë për 20 hektar. Dhe jemi shtresa më pa mbrojtur. Po për çfarë? Për çfarë? I tha ministri financave për mbledhën për fushat politike. Ju doni ta bëni monopol. Shiko, unë kam një problem, dëgjoj, o miku im, unë kam një problem shumë të madh. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Kështu që me zor ti nuk imponohesh mbi të tjerët që ta marrësh fjalën se do ti. Qëllimi ishte i qartë në Divjak. Rama dhe 3 ministra do flisnin ndërsa salla do dëgjonte e në fund të duartrokiste. Por mjafton qoftë edhe një individ, në kuptimin e plotë të fshatarit që mban frymën e tij dhe familjes me djerës të derdhur në ar, që i fort të ndriturit të nzihet nga disa fjalë më se normale. Me shtrëngimin e mikrofonit në duar, kryeministri foli për akseset madhore në bujqësi, se si fshatarët duhet bëheshin të mëdhenj e thithnin fondet që sipas tij janë aty. Dhe në fund u tha se kishte ca angazhime tjera, dhe se fshatarët e Divjakës të vijonin të dëgjonin ministrat për pritin e financave, andisin e bujqësisë dhe Belindën me 2 atribute, si zëvendës kryeministri dhe deleguara politike e qarkut fier. Mjaftoi vetëm një zë nga qindrat pranishëm që regjia e propagandës të çmendej edhe më shumë se elita politike, që ndjen se njerëzit kudo kanë pakënaqësi dhe laku që shtrëngohet ndaj tyre nga vetë të pushtetshmit mund të këputet një ditë. Pas fjalës së Ramës, regjia qeveritare mbylli shfaqjen, duke lënë të vijonte me një fermer që ngriti shqetësimin dhe shumë të tjerë që kanë të njëjtin shqetësim, por para djersës së tyre të shkuar dëm nga keqeverisja, kanë zgjedhur nënshtrimin dhe heshtjen. Një shkëndije e vogël ndezi tymi në kokën e kokave të mëdha të politikës, po ashtu edhe heshtjen e thellë të Ballukut, e cila dukshëm në Divjak nuk ishte si herët e tjera, pasi hallet e saj dhe të bosit madh shkojnë përtej arave ku mbi 1 milion banor mbajnë frymën mes vuajtjes, pasigurisë dhe abuzimit me fondet e destinuara nga Europa për ta, por që përfunduan si karfica në kokën e hajnisë së pushtetit. Ndërsa sektori që i ofron më shumë vendit më tonë në mbjetesë, spaku i madh është mpakur nën vete para batërdisë së AZHBR dhe Ministrisë së Bujqësisë, në kohën kur drejtohen nga krivca e rilindjes, pavarësisht se dosjen e kanë gati nga hetimet e OLAF në Bruksel.